Përshëndetje miq, ty kam sjell bamje me plot shije, të përgatitura në digan për 10 minuta dhe na shpëtojnë nga një vakt. Në një digan vaj ulliri aq sa duhet, 800 gram bamje të ngrira, piper të zi, krip aq sa duhet, 3 tepin hudhër, një spec djegës dhe pak spec të kuq të ëmbël, paprika të ëmbël. I skuqi mirë, mbasi i kemi skuqur pa i djegur, shtojmë i kavanos me salcën e kam përgatitur vetë, ose domate të freskëta. Shprajmë kavanozin, hedhim pak ujë të valuar, shikojmë dhe me sy, e përziejmë, e provojmë dhe për krip, vendosim kapakun dhe i zejmë derisa të zbuten. 15 minuta dhe janë gati. Për ju që më keni shkruar që duhet që t'i skuqim bamit para se t'i fusim në ngrirje, unë nuk i skuqa dhe prap më pëlqen edhe në këtë mënyrë se si i futa në ngrirje. Shikoni si kanë dalë ka lup, kur thot Eli ç'ta hash me sy. Ju përshëndes, mirupafshim.